Kryeministri Edi Rama zbuloi përmes një videomesazhi detaje nga analiza me ministra, drejtuesit politik të Partisë Socialiste dhe kryetarit e komisioneve parlamentare e mbajtur për 2 ditë në Pogradec. Në mesazhin për ndryshimin e qasjes në qeverisje, kreu i mazhorancës përcolli një mesazh të qartë, duke kërkuar që shqetësimi kryesor i secilit të jenë hallet e qytetarëve. Fiksimi jonë duhet jetë shqetësimi i çdo qytetari. Prandaj drejtuesve politik duhet t'i japin fuqi që ta ndjekin territorin aty dhe ministrave duhet t'i japim detyrimin që çdo muaj të ndjekin vetë personalisht gjithë drejtoritë. Me dokumentet Besa dhe prania besnike, socialistët e konsiderojnë të nevojshëm një reflektim pas viteve të gjata në qeverisje dhe kërkojnë që dëgjimi i problemeve të qytetarëve të përkthehet në vendimarrje dhe rezultate konkrete. Padyshim që një reflektim i tillë i thellë është i domosdoshëm. Sfida më e madhe do të jetë si ta kthejmë dëgjimin në një vendimarrje dhe rezultat. Ministri i Energjisë Enea Karakaçi shkon më tej, ndërsa ka propozuar që çdo dikaster të ketë një njësi Besa. Do ishte me vlerë që të kishim edhe nga një njësi Besa në secilën ministri. Adea Pirdeni ndërkohë thekson se mungesa e performancës nuk duhet të kalojë pa pasoja. Një problematikat kryesore lidhet kryesisht me tendencën e vazhdueshme të përhershme për të mos ndëshkuar mungesën e performancës. Në prag të sezonit të ri politik, kryeministri thotë se ndërveprimi me qytetarët do të pësojë një rritje cilësore, ndërsa energjitë e reja kanë vënë përpara hapat vendimtar për moton Shqipëria 2030. Ndjesia e mirë e një sezoni politik me energji të reja dhe të tjerë hapa vendimtar drejt Shqipërisë 2030, ku rritja cilësore e ndërveprimeve me njerëzit do të jetë domethënëse, buron edhe nga fakti i angazhimit dhe reflektimit serioz që mori formë në 2 ditët e maratonës së Pogradecit, shkruan Rama. Në përfundim të analizës, Rama përmes një komunikimi në rrjetet sociale theksoi nisjen e ndërtimit të asaj që e cilësoi Shqipëria sociale, ndërsa u angazhua për përmirësimin e marrëdhënies mes qytetarëve dhe qeverisë, rritjen e cilësisë së jetës dhe hartimin e një plani për transparencën e çmimeve të produkteve ushqimore.